Kjo kur korespondon me shenjë horoskopi dhe mbi të gjitha ti neglizhon faktin më kryesor këtu që gjesti është mashkulli më obsesiv. Nuk kemi vajte gjesti. Jo, po si m'fal, po kush e krijon atë? Kush e ka sjellë këtë nëse ka pranuar kjo vajza? Ky është një lloj narcizmi, po e them troç narcizmi, më egocentrist, më i rrezikshëm në raportin me femrat. Se unë jam çun vetë dhe ai ka dhe i farë moshe, unë s'kam pa, ai është i rrezikshëm. Nuk ka. Në sensin që dëgjoj se po e bëj kështu. I rrezikshëm për atë, tash ti që të kuptohemi se unë e du fort, më pëlqen gjesti më shumë nga të gjitha. Ka alegrin, ka. I rrezikshëm për atë femër që ka fatkeqësinë të dashurohet. Ka që thjesht, a kupton se dhe ai ka shenja me dhemit. Më fal. Ai në të kundër të gjitha atyre çunave aty, ai mirë apo keq ai dashuron, në sensin praktik të fjalës ai dashuron, siç ka dashuruar Xhenetën në Big Brother Kosova, poshtë krevatit, dhe se plasa se i bën dashuri fizike, vetëm me po, fizike pra? Ma fizike. Po edhe ka më bukur se kaq, edhe me Eglin. Se unë vdiq apo s'pon aty i Manushi i xhiron nga 2 ditë para se rritet dhe nuk del ngjarja. E pesi i thoshte. Du seks. Po unë e kam parë live të pjesën. Në atë mënyrë seksi me një njerëz që e ke konsumuar më përpara. Edhe unë po të themi gjë. Këtë edhe le të vinë gjithë do thonë shisi thonë. Unë kam qenë Big Brother vet, ti e di. Na kanë lidhë herë këtë dora. Po plak unë kisha nuk duhet të flas një femër anësh. Ajo iku unë ndrua aty në banjo, veshi diçka që unë thash jo pa dur me mlidh me kom, unë nuk ka flet kjo se s'kishte ku shkoll, nuk ka shanse. Dhe nuk ka shanse. Nëse je burr, flesh në krevat, harroje. Ja i çik dorën kështu dhe mba aty testosteroni vjen vërdau. Unë mendoj që nëse do kishte ndodhur kjo, do na qetësonte. Do na qetësonte Eglin. E ka qetësuar, dëgjoj. Më fal, e ka mbas atë qetësuar shumë. Prit. Do të kundërta me Dëgjoj Monika këtu marrin se unë do ta bëja zyrë me ca shokë të mikë të njësi, ishte kot se zgalla. Para një muji, i thosha o plako ky kështu natën, edhe ditën e keq trajton se do të jetë i lirë me të tjerat, edhe ajo lumenç, pra ne është bëja posesive se ky natën i bë të gjitha, ditën unë s'të du thot, nuk më pëlqen kjo bashtu. Ajo ka pe bë. Po ndërkohë, shi tash ti filmi. Ai i doli skenari nga dora, ai dole me marru punë dhe me Rizarton, me sqaru, me të njëjtin formul. Po çmend kjo tjetra, Geli nuk kishte ç'a bote, sepse ai me të njëjtën formulë, ai muhabet iku i doli që ai ka bërë seks disa herë me Eglin, ë? Disa herë. Unë i thoja ditët që bën, Unë nuk e besoj këtë. Shive sa Unë nuk